Përshëndetje, unë quhem Gerald Brahimaj dhe jam psikolog klinik. Në këtë video kam menduar që të flas për ankthin dhe depresionin. Janë dy tema të përgjithshme, mainstream të njohura edhe shumë prej jush që mund të shihni, mund të keni shumë informacion. Dhe për këtë arsye do fokusohem në gjëra më specifike apo ndoshta në një perspektivë që nuk është dëgjuar më përpara. Fokusi im nuk është vetëm informimi i këtyre dy temave, pra ankthi dhe depresioni, por gjithashtu është edhe ndihma që mund t'jap një personi që mund të ketë nevojë për ndihmë, një personi që mund të jetë duke u ndjerë në depresion apo në ankth. Mund ta nisim nga depresioni. Mendoj se depresioni është një nga sëmundjet më dinake dhe cinike të njerëzit, pasi ka një veçanti që sëmundjet e tjera nuk e kanë. Ndërsa sëmundjet e tjera, qoftë mendore apo fizike, mendore kryesisht, por fizike, kanë këtë natyrë ku njeriu e spikat sëmundjen, e analizon edhe më pas bën një plan trajtimi se si ta largoj këtë sëmundjen. Tek depresioni, njeriu e refuzon edhe nuk e ka motivimin për të bërë një plan trajtimi. Dhe ky fenomen njihet me një term dhe ky term quhet passhpeshmëria. Pra këto njerëzit nuk kanë shpresë. Psikologu amerikan Martin Seligman bëri një eksperiment. Ai mori dy kafaz, ku njëri kafaz kishte gjysmën e dyshemes të mbuluar me rrjetë elektrike dhe kafazi i dytë kishte të gjithë dyshemen të mbuluar me rrjetë elektrike. Tek kafazi i parë, që kishte vetëm gjysmën e dyshemes, mori një qen, e vuri tek gjysma elektrizuar, e elektrizoi, qeni deu dhimbje edhe shkoi tek gjysma tjetër. Dhe përderisa gjysma tjetër nuk kishte dhimbje, qeni vendosi të qëndrojë atje. Ndërsa tek kafazi i dytë mori një qen tjetër, ku e gjithë dyshemia ishte elektrizuar, e elektrizoi, qeni ndjeu dhimbje, por pasi kërceu 5 apo 6 herë, e pa që s'kishte ku të shkonte, edhe thjesht qëndroi në vend, edhe vendosi që ta përballoj dhimbjen dhe të pranoj faktin se kështu ishte caktuar fati i tij. Më pas, Martin Seligman mori qenin tek kafazi i dytë, pra qeni i cili nuk e kishte më shpresën, edhe e vendosi tek kafazi i parë ku vetëm gjysma e dyshemes ishte elektrizuar. E vendosi qenin tek gjysma e dyshemes së elektrizuar, e elektrizoi atë edhe qeni e duroi dhimbjen duke mos kërcyer tek gjysma tjetër ku nuk e ndjente dhimbjen. Ky eksperiment edhe studim hodhi shumë baza mbi mënyrën se si ne e kuptojmë depresionin. Edhe mënyra se si ne e kuptojmë është se njeriu që është në depresion, nuk beson që ka zgjidhje. Ai e ndjen vuajtjen, e ndjen shqetësimin, ndjen dhimbjen, por nuk mendon se do ketë ndonjëherë zgjidhje apo rrugdalje nga kjo vuajtje. Edhe ky është problemi kryesor i depresionit. Depresioni të mbulon me këto ndjesitë e boshësisë, ndjesitë se nuk ka një të ardhme, nuk ka një kuptim jeta, nuk ka arsye për të bërë diçka të caktuar, edhe përderisa të gjitha këto gjërat nuk ekzistojnë, gjithashtu nuk ekziston edhe arsyeja për të bërë një detyrim apo një veprim apo një task të ardhshëm. Një perspektivë tjetër që mund ta kuptojmë depresionin është duke e parë në analizën e librit të Jordan Peterson, që quhet Harta e kuptimeve. Te ky libër, Jordan Peterson hodhi një bazë të sjelljeve të njerëzit. Edhe baza e sjelljeve të njerëzit është se i njeriu ka dy pika. Është pika se ku do të jetë, ku është tani edhe ku do të jetë. Edhe kur them sjellja e njeriut, do të them që mënyra se si njerëzit arrijnë gjëra. Gjithmonë ne kemi dy ide në mendjen tonë, e dim se ku jemi tani, edhe duam të shkojmë në një ideal tonin. Edhe duke vendosur një ideal, pra vendin se ne ku duam të jemi, qoftë kjo të shtojmë më shumë muskuj, apo të marrim një punë, apo një rrok më të lartë, apo më shumë udhëtime, çado që të jetë, momentin që ne vendosim këtë ideale, gjithashtu planifikojmë edhe rrugën nga momenti aktual në atë që duam ne të shkojmë. Arsyeja pse kjo ndodh është sepse nga ana biologjike ose neurologjike ne ndjejmë motivim për potencialin e arritjes. Çfarë do thotë potenciali i arritjes? Potenciali i arritjes do thotë se në mënyrën që ne shohim një mundësi ku ne të ndihemi të arrijë,
atëherë motivimi për ta arritur këtë mundësinë zgjohet. Pikërisht ky motivim mungon tek njerëzit me depresion. Ky potencial mungon. Ata mund ta shohin dhe mund ta kenë shumë të qartë atë pikën ideale ku duan të jenë, edhe në shumicën e rasteve do jetë që thjesht nuk duan të jenë në depresion, por e kanë shumë të vështirë që ta gjejnë motivimin për të ndërtuar rrugën që të shkojnë atje, sepse nuk në mendjen e tyre nuk krijohet, nuk nxitet për ta ndërtuar këtë rrugë. Edhe duke parë në këtë perspektivë, mund të kuptohet arsyeja pse njerëzit në depresion nuk vetë shërohen apo nuk mundet që të bëjnë një zgjidhje. Shpesh ka keq kuptime, edhe ndoshta mund të quajmë dhe stereotipe që thuan se ata nuk duan të bëhen më mirë apo e zgjedhin vetë jetën e tyre kështu. Nuk janë të vërteta këto mendime. Nuk është një zgjedhje, por është një motivim. Pastaj është argumenti që a janë zgjedhjet tona një produkt i racionalitetit ton, apo a zgjedhim ne në bazë të motivimeve edhe të disa shtytjeve të faktorëve të brendshëm edhe të jashtëm. Edhe përgjigjja është e dyta. Çdo veprim që ne bëjmë është si një pasojë një motivimi që ne kemi. Kështu që vetë fjala zgjedhje është pak fjalë ndoshta subjektive, apo ndoshta jo shumë e vërtet, sepse zgjedhja në formën zgjedhje e lirë nuk mund të ekzistojë nëse pas kësaj nuk ka një motivim. Unë mundova që të them disa gjëra për depresionin që nuk janë shumë mainstream. Të gjithë e dim se çfarë është në vetvete depresioni, pra një mërzitje, një ndjesi pa shpresshmërie, ndjesi boshe, ndjesi që nuk ka të ardhme, nuk ka kuptim, siç e thash. Por duke parë në këto perspektiva të veçanta, mund të kuptohet më shumë dinamika e personit i cili ndjehet në depresion. Do doja të bëja 2 ndarje për depresionin. E para është depresioni klinik. Kjo është ai depresion ku edhe pse tek njeriu çdo gjë mund të jetë okay në jetën e tyre, mund të jenë rreth miqve, rreth familjarëve që i duan, mund të kenë një punë të favorshme, të ardhura shumë të mira, përsëri ata ndjehen në depresion. Edhe kjo ndodh për shkak të problemeve neurologjike që mund të kenë bazën edhe nga ana gjenetike. Në rast se ky është shkaku, pra kjo është situata, atëherë ajo që rekomandohet të bëhet është marrja e medikamenteve, pra që të shkojë tek një psikiatër. Por lloji i dytë apo kategoria e dytë e depresionit është ai depresioni i cili ndodh për shkak të situatave të botës së jashtme apo të realitetit të jashtëm. Kjo mund të jetë një pushim nga puna, mungesë të ardhura financiare, probleme në familje, në çift apo me fëmijët e tjerë. Pra situata të cilat na e ulin shumë neve statusin shoqëror edhe arritjet tona, patjetër që është ka një potencial për të rënë në depresion. Kjo ka dhe vlera kulturore dhe rëndësi kulturore në kulturat ku është shumë rëndësishme statusi që ti ke shoqëri, kontributi që ti jep në shoqëri, edhe nga kjo varet shumë edhe se sa pranohesh në shoqëri, patjetër që edhe potenciali dhe për rreziku për të rënë në depresion në momentin që ti nuk i përmbush dot këto kërkesa nga shoqëria është i lartë. Edhe një shembull shumë konkret për këtë rast është Japonia, ku mos gaboj ka numrin më të lartë të vetvrasjeve. Patjetër këto 2 kategoritë të depresionit që thash nuk është se janë 2 diagnoza të ndryshme, janë thjesht 2 kategori të cilat mund të orientojnë popullatën e përgjithshme për ta kuptuar më mirë si problematik. Mund të kalojmë tek ankthi tani. Ankthi është një sinjal që truri jep vetes së vet, duke thënë se në jetën tënde është diçka në rrezik, është diçka që nuk shkon. Edhe që ti duhet përgatitesh për të paraprirë këtij rreziku, ose ndryshe jeta jote mundet që të jetë në kërcënim.
Abraham Maslow ka hedhur 5 nevojat kryesore të njerëzit: nevoja fiziologjike, nevoja për siguri, nevoja për dashuri dhe përfshirje, nevoja për arritje, edhe së fundmi nevoja për vetaktualizim. Një individ nuk mund të shkojë tek një nevojë pa plotësuar nevojën e mëparshme, pasi këto nevojat janë si formë hierarkie. Edhe mënyra skematike se si paraqiten këto nevojat është me anë të një trekëndshi. Momentin që një person i plotson një nevojë, edhe më pas në jetën e tij kjo nevojë gjendet në kërcënim, ai do ndiejë ankth. Do ndiejë ankth sepse truri jon nuk është i programuar që të na mbajë neve të lumtur, por është i programuar që të na mbajë neve gjallë. E kjo është arsyeja pse ndjen ankth. Pra, ankthi në vetvete është një vegël shumë e rëndësishme, e cila e ndihmon individin që të mbijetojë në këtë botë, në këtë realitet. Në provojat e mia personale kam parë se kryesisht në Shqipëri ankthi është i fokusuar tek hipokondria. Hipokondria është një çrregullim ku individët mendojnë se kanë një shqetësim në trupin e tyre apo kanë një shqetësim fizik, kanë një sëmundje, ata mund ta ndjejnë dhe fizikisht që e kanë atë sëmundjen, por në vërtet nuk kanë asgjë, të gjitha janë sinjale nga truri. Pra në vetvete hipokondria është një çrregullim i cili prek nevojën e parë të njerëzit, nevojën për nevojat fiziologjike. Edhe është një ankth që përfshin ekzistencën tonë, është një frikë nga vetë fakti që mund të vdesim. Por gjithashtu në Shqipëri kam parë edhe OCD-n, pra çrregullimet e obsesionit, kompulsionit, të cilat janë gjithashtu prevalente. Edhe gjithashtu kam parë edhe atakun e panikut, mund të ndodhi një atak paniku, krijohet një formë traume, sepse ataku panikut është një ndjesi ku neve na duket sikur do vdesim, edhe ndërkohë që ndodh kjo, krijohet një lloj frike që mos ndodhi e njëjta gjë, dhe njeriu mbyllet në zonën e vet të komfortit, edhe sigurohet që të bëjë sa më shumë gjëra që të sigurojë që nuk do ndodhi përsëri ky ataku i panikut. Për këtë arsye, me sa kam parë unë, ankthi me personat që unë kam një lloj provoje dhe me dëgjuar në Shqipëri, ka gjithmonë në bazë frikën nga vdekja. Edhe kam pyetur veten që si ka mundësi njerëzit ne kemi të hanë, ne kemi një lloj sigurie, edhe gjithmonë duke krahasuar me vite më përpara, por njerëzit ndjejnë kaq shumë ankth dhe frikë nga vdekja. Edhe mendoj se përgjigjja e kësaj pyetje është sepse nevojat që ne plotësojmë për të ndjesh siguri, për të përfshirë, për të arritur gjëra, nuk plotësohen në mënyrë direkte. Ato plotësohen si fasadë, plotësohen si iluzion. Edhe patjetër, duke u plotësuar në këtë mënyrë, duke u plotësuar si iluzion, nuk përmbushen plotësisht, ne i rikërkojmë të riplotësojmë, edhe gjithë ky defekt përkthehet në ankth. Në situata normale, ankthi, siç e thash, është një sinjal që na jep neve se diçka nuk po shkon me jetën tonë. Por do thoya që edhe në situata jashtë normave, pra ku ankthi le të themi merr formën e çrregullimit, mund të jetë OCD, mund të jetë hipokondri etj, edhe në situata normale është përsëri një njëjti sinjal. Por ajo që ndryshon është se nëse në situata normale sinjali direkt lidhet me arsyeën e vërtet, në situata jo normale, sinjali nuk lidhet me arsyeën e vërtet, por është një derivat. Edhe mendoj se nëse ne e kuptojmë arsyeën pse e kemi këtë ankth në situatat jo normale, atëherë është hapi i parë dhe më i rëndësishëm për ta trajtuar veten. Për këtë arsye edhe pse ankthi manifeston emocion negativ edhe na bën të vuajmë, mendoj se është diçka shumë e dobishme, sepse është aty për të na siguruar neve që ne të përmbushim potencialin ton maksimal në jetën tonë. Edhe ndoshta potenciali jon maksimal nuk është që ne të rrim rehat, që t'i kemi të gjitha gati, por është që të punojmë, të mundohemi të shkojmë në një lloj aventure, edhe aventura dhe rrugtimi ka patjetër që ka vuajtjen e vet,
Edhe duke bërë gjitha këto peripeci, në fund fare ne kemi një jetë e cila ka patur sfidat e veta edhe e cila na përmbush. Kapitalizmi e bën jetën të thjeshtë. Nevojat, 5 nevojat kryesore të njeriut përmbushen shumë lehtësisht, por ndoshta qëllimi nuk është që të përmbushen lehtësisht. Qëllimi është që ne të luftojmë. Nëse imagjinojmë jetën e secilit prej nesh si një lloj filmi, do thoya që një film ku të gjitha ngjarjet që na ndodhin janë shumë nuk do thoya bazike, por do thoya shumë të thjeshta apo shumë jo sfiduese, janë kanë shumë pak emocion, kanë shumë pak intrig, kanë shumë pak thriller. Është një film deri diku i mërzitshëm. Edhe që ne mos jetojmë jetën si një film të mërzitshëm, që kur të shkojmë në fundin e jetës tonë t'i mbajmë mend gjërat që ne kemi kaluar, ankthi na thotë neve se shikon, duhet që të vuash pak, duhet që të kalosh disa lloj sfidash, sepse aktualisht jetën e ke shumë të thjeshtë. Edhe nëse ti nuk do shkosh t'i kalosh të sfidat fizikisht në botën reale, me sfidat reale që ta të jep, edhe jo me realitin e modernizimit, atëherë sfidat do të t'i japun. Është motivuese ta shohësh ankthin në këtë mënyrë. Nuk do thoj që është gjithmonë kështu, sepse patjetër si depresioni ankthi mund të jetë gjenetik, mund të ose disa persona mund të ketë më shumë potencial për tu ndjerë, në disa jo. Mund të ketë persona që kanë një jetë shumë të rehatshme dhe kur nuk ndjen ankth, patjetër edhe kjo është e vërtetë. Por në përgjithësi mendoj se mënyra se si rrugtimi i jetës është, apo se si vetë mendja jon mundohet ta ndërtoj rrugtimin e jetës, nuk është për të shkuar te lumturia e përhershme, por është të shkojmë te aventura. Edhe në aventurë përfshihen të gjitha emocionet. Edhe tani nëse unë do lidhja deri diku ankthi me depresionin, nëse ankthi simbolizohet nga frika se diçka mund të ndodhi, depresioni simbolizohet nga vetmia, ose ndoshta nga ndjesia e boshësisë. Mund të jetë edhe një lloj frike të qëndruarit vetëm. Nëpër tregime, pralla, mite, mitologji, gjithmonë gjendet e njëjta skem. Gjendet i njëjti cikël historik. Shpesh mund keni parë se edhe nëpër filma, kur heroi lufton dragojin dhe pasi e vret dragojin, pas dragojit është thesari. Kjo ka simbolik patjetër, dhe simbolika është që aty ku ne kemi frikën tonë, aty është detyra jonë. Edhe ndoshta edhe për ankthin apo depresionin vlen e njëjta formulë. Pra, nëse ne kemi frikë që nga diçka e caktuar, ai është sinjali që nga kjo që ti ke frikë, aty e ke detyrën tënde për të bërë që të arrish potencialin tënd maksimal. Edhe pikërisht tu vërtetohet edhe vetë fakti që truri është aty për të na bërë neve që të mbijetojmë edhe jo për të na bërë të lumtur, pasi një jetë e cila është shumë e rehatshme, nuk është një jetë, le të themi, ndoshta s'do e thoja kështu, do e thoja që një jetë e cila është aventurë ka më shumë kuptim se sa një jetë e cila thjesht na jep neve lumturi. Edhe në vetvete mbijetesa është aventurë. Kështu që kam dëgjuar persona të cilët thonë se nuk më pëlqen të rri vetëm, pasi më vijnë mendime shumë të frikshme. Më vijnë mendimet e vetmisë, mendimet se jeta s'ka qëllim, se s'ka kuptim, se s'ja vlen të jetohet asgjë, nuk ja vlen të bësh as detyrën tjetër apo as gjën më të vogël. Edhe ato e shmangin të rrinë vetëm, pasi duke ndetur vetëm mbushen nga emocione negative. Edhe ndoshta kjo është arsyeja pse këta personat duhet të rrinë vetëm. Për shkak se duke qëndruar vetëm, ato mund përballin pjesët e veta të cilat i japin të gjitha këto emocione negative. Edhe duke përballur këto pjesë të veta, mund të marrin një përgjigje edhe mund të kuptojnë arsyen
Dhe ndoshta fikse arsye po mund të kuptojnë rrugën që të dalin nga kjo situatë. Është pak subjektive, është shumë metaforike patjetër, por nuk ka një formulë për mënyrën se si jeta jetohet, por as se si mund të dalësh nga mund t'i kalosh shqetësimet psikologjike, shqetësimet mendore. Edhe njëjta gjë vlen edhe për ankthin. Nëse frika është që mund na paragjykojnë, patjetër frika ankthi lidhet shumë fort me moralin. Frika e fortë është se mënyrën se si tjerë mund të mendojnë për ne. Patjetër, nëse gjitha këto ekzistojnë, atëherë duhet sfituar frika. Është e vështirë që të bëhet patjetër, por është e vetmja rrugëzide. Edhe sa më shumë ti qëndron pa e sfiduar frikën, aq më shumë frika do të kthehet mbrapsht. E njëjta gjë ndodh me OCD-n, pra çrregullimet e obsesionit dhe kompulsionit. Në mendje na vjen mendimi po sikur të ndodhi kjo, po sikur të ndodhi ky rreziku. Ne sigurojmë veten që ky rreziku nuk do ndodhi, futemi më thellë në zonën e komfortit, edhe më pas rreziku apo mendimi se rreziku mund të shfaqet ndodh përsëri, por ndodh në një mënyrë që na shkakton më shumë ankth. Çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë se në momentin që ne kemi mendimin po sikur të na ndodhi kjo gjëja, ndoshta ajo që ne do të bënim ishte në rregull, nëse ndodh, atëherë unë do jemi i gatshëm që ta përballoj këtë situatë. Mund të bëhet një plan, por nuk kemi pse i japim siguri vetes që kjo nuk do të ndodhi, pasi nëse ne japim siguri vetes për çdo gjë në jetën tonë, atëherë rreziqet janë pafundme. Probabiliteti që të ndodhi diçka e keqe, që na çon deri tek dëmtimi më i vogël, por edhe deri te vdekja, janë pafundme. Kjo do ishte, këto do ishin këshillat e mia për ankthin dhe depresionin. Për depresionin do thoya të qëndruar në vetmi, për ankthin do thoya të bërit atë që ke frikë të bësh. Edhe mendoj që gjithashtu është edhe e përbashkëta midis ankthit, kjo është e përbashkëta midis ankthit dhe depresionit, e cila është se të dyja, edhe pse na japin emocione negative, nuk janë disa gjëra që duhen eliminuar, nuk janë shqetësime, probleme të cilat duhen eliminuar, por janë sinjale të cilat na tregojnë neve se nuk po jetojmë jetën tonë maksimale, edhe që nëse nuk po jetojmë jetën tonë maksimale, duhet bëjmë diçka që në fund jetës tonë ne të ndihemi të përmbushur. Carl Jung ka thënë se pema që rritet në parajs duhet i ketë rënjët në ferr. Kështu që emocioni negativ, vuajtja nuk është domosdoshmërisht diçka e keqe, por siç e thonë edhe fjalët e urta në Shqipëri, çdo e mirë e ka një të keqe, edhe çdo e keqe e ka një të mirë.